Në bashkëpunimin mes trafikantit ndërtues Arben Sadik Muçobega dhe kryeministrit Edi Rama, si edhe ministres Mirela Kumbaro, kur kjo drejtonte turizmin dhe mjedisin, pamfleti ka zbuluar një skem grabitjeje toke me letra false Buzdetit në Himar. Me vendim numër 13 datë 25 shtator 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit, i drejtuar nga Edi Rama dhe me propozim të ministres Mirela Kumbaro, miratoi lejen për ndërtimin e një resorti multifunksional me hotel, vila dhe shërbime në Himar nga kompanit Bega 07 SHPK dhe Kapital B SHPK. Resorti do të përfshi një hotel, 5 yje dhe vila, së bashku me ambiente shërbimi si restorante, spa, zonë eventesh, pishin dhe aquapark në një sipërfaqe totale për 101.288 m2 Buzdetit, e cila rezulton e grabitur me mashtrim dhe hequr nga zona e mbrojtur natyrore pas një vendim qeverie. Më 15 prill 2024, pronari i kompanisë Bega 07 SHPK Arben Muçobega, pasi kishte zaptuar dhe kishte nisur ndërtime paleje në gjirin e Llamanit me zonës Porto Palermo dhe Potom të Himarës, i paraqiti kërkesë Komitetit të Investimeve Strategjike për të trajtuar si investitor strategjik me qëllim përfitimin falas të sipërfaqes së zaptuar prej 10.1 hektarësh Buzdetit. Me vendim numër 6, datë 7 maj 2024, kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike Edi Rama ja refuzoi kërkesën me këtë përgjigje zyrtare. Mos pranimi i kërkesës për përfshirjen e projektit investues resort në gjirin e Llamanit Bashkia Himar në procedurën e veçantë dhe mbështetjen që ofron ky status, pasi zona e projektit nuk ka regjistrim fillestar në kadastër, mos regjistrim i cili pengon marrjen e veprimeve të mëtejshme ligjore nga ana e institucioneve. Kryetar Edi Rama, në tekstin sqarues, Edi Rama thekson se për projektin në sipërfaqe 101.288 m2 në zyrën kadastrale 1952 gjiri i Llamanit Bashkia Himar, një pjesë e sipërfaqes pretendohet të jetë në pronësi shtetërore. Në fakt, e gjithë sipërfaqja është pronë shtetërore e paregjistruar në kadastër. Mangësi, të cilën trafikanti Arben Muçobega e ka shfrytzuar për të zaptuar përmes dokumenteve të trashëgimisë pronësore false, ndonse origjina e tij familjare është nga fshati Kamçisht i Tepelenës. Këto dokumente false janë sajuar pas refuzimit që i bëri Edi Rama si kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike, duke konfirmuar se sipërfaqja e resortit është e paregjistruar në kadastër, për shkak se bëhet fjalë për një hapësirë bregdetare shkëmbore, jo tokë buke, truall, plazh apo pyll. Por vetëm 5 muaj pas refuzimit të statusit investitor strategjik, vetë kryeministri Edi Rama dhe ministria Mirela Kumbaro, me vendim numër 13 datë 25 shtator 2024, i dhan trafikantit Arben Muçobega lejen për ndërtimin e resortit Amantes në sipërfaqen prej 10.1 hektarësh tokë. SPAK duhet hetoj dokumentet me cilat ndërtuesi trafikant Arben Muçobega ka përfituar tokën ku ka nisur ndërtimin e resortit në gjirin e Llamanit Himar në bashkëpunim me Edi Ramën dhe Kumbarën Mirela Kumbaro. Duhet hetuar gjithashtu fakti që sipas projektit, investimi i këtij resorti bregdetar është 63 milion euro, ndërkohë që kompania Bega 07 SHPK e Arben Muçobegës ka vetëm 1.3 milion euro kapital, ndërsa kompania hije Kapital B SHPK si bashkëfinancuese prej 5 vitesh rezulton me humbje financiare. Roli i ministres Mirela Kumbaro në grabitjen e 10.1 hektarëve sipërfaqe në gjirin e Llamanit Himar konsiston në mashtrimin institucional se kjo hapësirë bregdetare nuk ndodhet në listën e zonave të mbrojtura natyrore dhe në dhënien e lejes për betonizimin e saj.